Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në të jetosh besimin. Kërkoni drejtësinë, tha Krishti. Më së pari, kërkoni mbretërinë e Zotit dhe drejtësinë e Tij. Sot, sikur fola dje për drejtësinë, do të flas sërish për të njëjtën temë. Në qendër të historisë njerëzore, drejtësia nuk ka qenë kurrë një ide abstrakte. A dini që ka institucione të cilat ndërtojnë konceptin e drejtësisë. Gjithnjë, drejtësia ka pasur kosto. Hera herës shumë të lartë. Dhe shpesh herë besimtarët bien në një naivitet të rrezikshëm. Përse? Përse besimtarët e ngatrojnë drejtësinë me qetësinë, heshtjen me përulësinë dhe mosveprimin me besimin. Ndaj, sot dua që të vijoj sërish sikundër dje, nisa, sot do të vijoj të flas për drejtësinë. Duke u referuar jetës së Nelson Mandelës. Ai kaloi 27 vjet në burg, jo sepse ishte i dhunshëm, por sepse refuzoi të pajtohej me një sistem ligjor që ishte thelbësisht i padrejtë. Ligjet e apartheidit në Afrikën e Jugut ishin ligje legale, pra ishin legjitime të miratura në parlament, por nuk ishin ligje morale. Mandela e kuptoi këtë dhe pikërisht ishte ajo që Bibla mëson. Jo çdo ligj i shtetit është i drejtë ose mund të jetë i drejtë përpara Zotit. Mandela tha: liria nuk është vetëm të heqësh zinxhirët e tu, por të jetosh duke respektuar dhe promovuar lirinë e të tjerëve. Kjo është ajo që Jezusi thotë tek Mateu 6:33. Të kërkosh drejtësinë e Zotit nuk do thotë vetëm të rregullosh jetën tënde, por të mbrosh dinjitetin e tjetrit atje ku ky dinjitet shkelet. Çfarë do të thotë në thelb? Të kërkosh drejtësinë e Zotit. Drejtësia e Zotit nuk është pasivitet shpirtëror. Ajo është përputhje me karakterin e Zotit. Perëndia është i drejtë, prandaj populli i tij nuk mund të jetojë në indiferencë kur drejtësia shkelet. Aristoteli thoshte, drejtësia është virtyti që mban bashk shoqërinë, ndërsa Bibla shkon më thellë. Isaia 1:17. Mësoni të bëni të mirën, kërkoni drejtësinë, ndihmoni të shtypurit. Ndaj të kërkosh drejtësinë e Zotit do të thotë të mos e lejosh të keqen të bëhet normë, të mos e zbukurosh atë që është e padrejtë, të mos e shesësh ndërgjegjen për komfort dhe rehati personale. Por kur ty si besimtar të bëhet padrejtësi, çfarë bën? Zoti na mëson të falim, por ai nuk na mëson të mohojmë të vërtetën. Falja nuk e përjashton drejtësinë. Falja shëron zemrën, ndërsa drejtësia shëron shoqërinë. Martin Luther Kingu do të shkruante: paqja e vërtetë nuk është mungesa e tensionit dhe shqetësimeve, por prania e drejtësisë. Por kur sistemet shoqërore dhe qeverisë miratojnë ligjet pa drejta, siç ishte edhe ligji i barazisë gjinore. Këtu i në fuqishëm mendimi i Shën Agustinit, ai na jep 3 parime thelbësore, të cilat hedhin disi dritë mbi mospranimin e ligjeve të padrejta dhe mosbindjen qytetare. Gjë e parë që Agustini thotë, ai thotë që një ligj i padrejtë nuk është ligj i vërtetë. Lex injusta non ex lex. Nëse një ligj bie ndesh me ligjin moral të Zotit, ky ligj humbet autoritetin e tij. Parimi i dytë i Agustinit. Ai thotë, bindja ndaj Zotit është mbi bindjen ndaj shtetit. Pra, kur shteti miraton ligje anti-Zot, anti-njeri, anti-familje, këto ligje nuk duhet të bindemi. Shteti ka autoritet relativ, tha Agustini. Perëndia ka autoritet absolut. Mosbindja duhet jetë morale, jo anarkike, vijon Agustini, jo për shkatrim, por për korrigjim, jo për urrejtje, por për shërim shoqëror. Në jetën e tij Mandela na tregon që ai ishte fiks zbatimi modern i këtij parimi agustinian. A është detyra jon vetëm të lutemi dhe të falim? Absolutisht jo. Natyrisht padyshim që detyra jon thelbësore është të lutemi dhe të falim, por lutja pa guxim bëhet arratisje shpirtërore. Falja pa drejtësi bëhet indiferencë morale. Edmund Burke, babai i konservatorizmit botëror, paralajmëronte: e keqja fiton kur njerëzit e mirë nuk bëjnë asgjë. Besimtari nuk është thirrur të jetë spektator i historisë, por të jetë ndërgjegja e saj.
Sot të kërkosh drejtsinë e Zotit do thotë të mos heshtësh kur ligjet shkelin vlerat biblike, të mos normalizosh korrupsionin, të mos pranosh padrejtësitë si realitet politik, të jetosh me guxim etik, moral, në familje, në kish dhe në shoqëri, sepse Mateu 6:33 nuk është një thirrje për izolim shpirtëror, por për angazhim moral. Mandela kërkoi drejtësi përmes sakrificës. Agustini kërkoi drejtësi nëpërmjet ndërgjegjes. Krishti Zoti ynë kërkon drejtësi përmes zemrës së transformuar dhe sot ai na pyet, apo kërkon rehatin tënde, apo mbretërinë dhe drejtësinë time. Le të lutemi Zotit së bashku. Zot i dashur, na jep një zemër që të kërkojë drejtësinë dhe mbretërinë tënde. E në të njëjtën kohë, një zemër që lutet dhe që fal fajtorin. O Zot, ndihmona që të jemi përgjegjësimarrës dhe të qëndrojmë me guxim përballë ligjeve të padrejta, të cilat e çbëjnë njeriu, virtytin, familjen dhe shoqërinë. Në emrin e Jezusit o Zot, bekoj burra dhe gra që janë duke ndjekur sot, familjet e tyre dhe shoqërinë tonë. Amen. Shpresoj të keq qenë bekim për ju miq, ky mesazh i shkurtër mbi drejtësinë, çfarë është dhe çfarë nuk është, dhe cili do të jetë qëndrimi dhe pozicioni ynë në jetë. Takohemi sërish nesër në temën e radhës.